harmonia ndërfetare tek shqiptarët. Po, Shquhemi si model, konsiderohemi si model në rajon. Çfarë ju kishe thënë shikuesve, po dhe të rive të sotëm, sepse do të thonë rritë e sotëm duhet më mundu me pas një harmoni, jo vetëm harmoni ndërfetare, po edhe harmoni kombëtare, kulturore, shoqërore, sociale, se harmonia është në gjitha porët e jetës, kuptohet, familjare, se edhe familja duhet më pas harmoni, edhe shteti, edhe gjithçka. Në popullin tonë, në vendin tonë, kanë ardhur, çka sa më spori ka ardhur si perandoria slave, mandej edhe ka mbjell fenë. Ka marrë edhe dim pjesë e popullit tonë. Ne kemi qenë, çka thash, në deri 1400, domethënë 5-6 vjet mas ardhes së perandorisë së smone, në regjistrimin e popullatës 1445, asnjë emër shqiptar ose musliman nuk është. Këtë kanë qenë emra slav. I kanë slavizuar. Emra pravoslav. Po. E tash fejen e kemi pas pravoslav. Tash ka Turqia, kemi marrë fejen, domethënë një fejen islame. E tash popullin tonë është një prapë se mëse ka komunizmi, ka qitë njerëzit prej fejes krejtësisht i ka. Harmoni fetare. Na duhet të mburrim me këtë kolorit. Kërkush mbuhet nuk e ka këtë harmoni fetare. Shqyqoni, në Irlandës, sa populli është i zhvilluar edhe i kulturuar, por çfarë lufta kanë, çfarë konflikti kanë ndërvllazënor, për shkak të fejes, në baza fetare. Ata, një pjesë romo-katolik, tjetra pjesë katoliko, shkon kjo, Anglikant janë protestant, presbyterian. Protestant, por protestant edhe e këta në bazat e saj. E shumë i tash luftën në lindjen e afërt. Shqyqoni, Arabët edhe Izraelitët, prej një fisi, prej një njeri, prej semit. Djalit Nuhit. Po, do me thënë djali i Nuhit, djali i madh i Nuhit. Lut vllazni. Po, i Nuhit, vllaznia tash me zvetit. E tash. Çfarë lufte, çfarë gjakderdhje ka? Llavrose. E tash. Po në nxjerr një pyetje tjetër. Po shkon dikush prej popullit tonë, njerëzve tanë, kishe më ndihmu. Nuk shkohet më ndihmu në gjakderdhje vllazni llakut. Nëse shkohet do të shku me i pajtue ata njerëz. Jo me ishti në konflikt. Llavrose edhe më shumë. Po, me i pajtu, me i afru njerëzit. Urdhën i Zotit, i krijuesit është pajtimi ndërnjerëzor, respekti ndërnjerëzor. E te ne shqiptarët, asnjëherë nuk kemi pas konflikt ndërvllazënor mes në baza fetare. Kjo është shtrihja e dorës së pajtimit, domethënë. Kjo është një vlerë mbi vlera që na shquhen midis gjithë popujve tjerë. Se asnjë popull tjetër nuk e ka këtë vlerë. Këtë kolorit fetare. Si shqiptarë kemi pas gjithmonë. Kemi kultivuar. Pra ka qenë kjo larg pamësia jonë vizionare që nuk i kemi marrë gjërat për sprapthi, po për bishti si kemi kapse. Po i kemi kapse në burim. Edhe të hujt kanë shkruar për këto vlera. Mark Milani thotë shqiptarët edhe pse kanë dy fe, or tri fe. Thot, përsëri gjaku, vllazni llaku i ka afruar. I ka bashkuar në punë, në jetesë, në bashkëjetesë edhe. Domethënë, asnjë popull nuk e ka këtë harmoni. Ne kam unë rast edhe prej popujve tjerë që kur i kanë pa dy, njërin katolik, tjetrin musliman, të shku në kishë së bashku ose në xhami, shqiptarë jeni ja. Domethënë, si është e mundën ti ke ardhur në xhami, po thot katolik jam unë. Kam rast një shok temen që ka qenë në Brazil. Thot i ke ardhur thot katolik thot jam. Si është e mundën thot ti katolik ke ardhur? Po thot mu vllavi jem musliman, më ka përcjell gjitha kishat edhe manastiret në Rio de Janeiro i kum vizitu tash ku morë te xhamia, edhe unë pe shoqëroj në namaz. Kjo është vlerë, e shoh dikush
e qunë islamin terrorizëm, një akti i pa kuptim, një shprehjen, ajo është një fymje vllaznore që nuk ta fal histori. Ju e dini rastin e Gjergj Fishtës, që është në histori, kishte shku Hoxha në Qabe, në vizit në Haxh, edhe i thot Gjergj Fishtës që ty ta kom besu tash xhamin me rujt, me kujdes. Edhe ai shkon te xhamia, edhe populli vinë edhe shohin me teshat e priftit. Edhe thonë prift çka kërkon ti te xhamia. Thot Hoxha ka shku në Qabe, unë kam marrë ta ruaj xhamin, kujdesem për xhamin. Kjo pra është një vlerë kombëtare, vlerë mbi vlera, që është ne si shqiptar po flas, si popull shqiptar, gjithmonë pra kemi pas respekt ndaj njëri tjetrit, nuk e kemi ofenduar askën mbi baza fetare ose krahinore, sepse tash po i fryhet zjarrit në aspektin krahinor, për shembull po bëjnë dallime mbi bazat e krahinave ose lokaliteteve. Për shembull, unë shoh sot për shembull nuk po flas tash edhe me qytete, po thot ai filan qytetit është kjo, këta gjon zvynë, thot a vëden. Pra, edhe në Kur'an është një citat, po ta rikujtoj, profesor, thot mos e shani një popull se nuk dihet se cili është më i mirë. Kështu që i ofenduari që ofendon. Pra ai çfarë ka e zbarkon për jashta, kurse ai i nderuari të nderon. I miri të shikon me syrin e optikës të së mirës. Kurse e mira ndryshon gjithmonë. Ka erën e parfumit. Pos të parfumosi do të lënë një erë nga distanca. Apo jo? Tash të çështja e disa historianëve, të cilët thonë se përhapja e Islamit ndër shqiptarë ndikojnë frenimin e asimilimit slav. Sa pajtohesh me këtë tezë, profesor ju? Që Fajkonica çfarë thot? Një Fajkonica çfarë thot për shembull, për çfarë thot më së mbrëmi edhe Mark Krasniqi, profesori Mark Krasniqi, po thot shqiptari, Perandoria Osmane e frenoi në masë të madhe procesin e asimilimit slav, grek, bulgar dhe bizantin mbi shqiptarët. Pra, duke i dobësuar dhe shkatëruar mbretëritë e tyre. Mark Krasniqi. Tash, çka thot për shembull Elena Kosaçi? Islami thot aty ku në Serbi thot ata shqiptarë që metën me fe ortodokse u bën serb. Ata në Greqi u bën grek. Po. E tash. Fajkonica, Stavri Skendo. Po mos ishte Islami thot shqiptar do të kishte me pas në shumicë, por Shqipëri nuk kishte me pas. Nuk do të flisnin shqip. Po sigurisht, në shqiptarë me numër, me trup. Po si shqiptar, po sa shqiptar. Nuk flasë, nuk është shqiptar, është asimiliu. Nuk ban të fyet se çka thash më së pari, se urdhrin i Zotit qenë ka për atë dhe jonë, për kombëtaren, me vdek. E tash, Mark Milani, sa i ka mësu thët shqiptarët të jetojnë së bashku feja. Po sa i ka bon ata vllazën, sa do që i ka ndru ata fejën, thët, si kur nështë të kishme pas qef, thët, katoliku që vlla jem të kthehet përsëri në katolik, për islamit, thët, po do të hub shumë nga prestigji. Përse do të thojnë, si është e mundë, kjo nuk e mbon asë një fej, qëfar karakteri ka kjo një? Kjo nuk e mbon asë një fej. Thot, nuk do ta kishte lutë asë fare me u kthy në krishterizëm. Vazhdo e fejnë, besim në krijuesin. Po kjo nuk na ka përqas një herë. Sepse është fej e krijuesit, urdhën i Zotit, për Zoti ka kriju të gjithë njerëzit e botës, janë krijesat e tij. A rrezikohet sot balanca që kemi pas e harmonisë ndërfetare nga disa ndikime ideologjike të huaja që po na serviren përmes mediave, përmes individëve të caktuar, për shembull që po mundohen me na sill pra gjëra që
tek ne si popull nuk i kemi pas, më thon, siç e përmendet edhe ju kokat e këtij kombi shqiptar, si edhe Jornim Derada, po edhe Naum Faqil Haxhi, por edhe Sami Frashi, i cili thot Islami thot nuk mund të zhbëhet në këtë troje sepse i ka rrajt e thella. Sigurisht. Ata kanë jetu, Niko Ishi ka qenë i krishterë, tjetri me një shtëpi, një vllazëri. Po, një vllazër kanë qenë po. Njëri ka qenë katolik, tjetri musliman. Katolik, musliman dhe kanë kaluar shumë mirë, nuk kanë pas kur konflikt mes veti. Nuk po thomi ne, çka thash, Mark Milioni po thonë. Po janë fakte, janë dëshmi. Po, thujt po, Tash ne përmendëm djegje e Kuranit, ai nuk e di. Tash kjo formimi i kësaj shoqates nuk është si kjo thirrje, nuk ka parimore. Po. Nuk është parimore. A ju bën ftesë aty ndonjë për studio? Nuk është parimore. Ndrimi i fesë, pranimi i fesë tjetër. Që unë këtu i kam shënimet kur dy prifta më të mëdhej në botë, dy prifta, dy popa edhe një pastor, me emër i kam që të ju lutem. Për shembull Jusuf Estes. Të cilit, Për shembull Jusuf Estes, ja. Jusuf Estes, David, çeku ke. Po. Samuel Shopshir, pastor. Vladimir Ugrinov, pop. Hilarion Hegi, pop. David Gold, prift. Si tha Jusuf? Estesi, prift. Amerikan, po. Këta e kanë pranu. Kanë pranu Islam, po. Kush e ka thirë, kush ka bon? Po, kush me zërë se ka shtija. Edhe kush, sa i kemi proklamu na hiq? Po,